S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Është një gëzim shumë i madh. E para që jam për të parë këtu. E dyta me Altinin kemi shumë vite që njihemi, pavarësisht që nuk e dim ndoshta dëshmitë eksakte të njëri tjetrit, por realisht e kemi një udhtim kohë gjatë bashk, mirënjohës për familjen tuaj që i shërbeni Zotit. Faleminderit shumë që kontriboni për këtë vend, sepse në rast se ka njerëz në këtë vend që dorëzohen, atëherë nga kush do të bëhet ky vend. Kështu që Altin bashkë me bashkëshortën kam vlerësim dhe nder për ju. Faleminderit shumë për çdo lugin të hijes së vdekjes që mund të keni kaluar, ato vështirësitë, ato probleme që i ka jeta një shërbyesi, në fundit i keni kaluar gjitha si nuk keni dorëzuar. Kështu që besoj jeni një dëshmi për kishën këtu, për jo vetëm për ICF-n, po besoj edhe për gjithë pjesën tjetër që bënë me kishën mbjellje. Faleminderit shumë për ftesën. Ju sjellte falat nga gjithë familja e CFN-s. Në fakt kërkoj ndjesë në rast se jam me brendën e CFN-s, por kam në atë vend Zoti ka transformuar jetën time. Thash kam ardhur tek ai vend si një çun i ri ku erdha për të mësuar vetëm më shumë nga Zoti, dhe ai vend ishte në fakt ku Zoti në fillim e ndryshoi, e formoi, e transformoi dhe më pas filloi nga një enë që ishte e prishur, e riformoi sërish dhe vendosi për të më përdor. Lavdi Zotit, kemi mundësinë për të shërbyer Zotit në qytetin e bukur të Shqipërisë, siç është Pogradeci, jo vetëm për shkak të bukurisë të natyrës, të liçenit, por mendoj edhe për shkak të njerëzve, dhe jemi Zotit mirënjohës që për ato 25 vite tashmë udhtim kemi patur mundësinë për qenë pak, ndoshta një kokër sinapi në këtë shoqëri dhe në këtë vend që ka shumë nevojë për Jezusin. Më kanë thënë që keni hyrë në një stinë, në një fazë, në një seri predikimësh që flisni për psalmet e verës. Keni zgjedhur një temë në këto ditë të nxehta për të folur edhe për autorët e psalmeve, ku në fakt janë plot himne, por krahas himneve janë edhe psalme që na sfidojnë, na çojnë ndonjëherë drejt asaj ku themi wow, si ka mundësi që Zoti ka bërë ato gjëra në jetën atyre shërbëtorëve. Dhe nëse do të zgjidhja në fakt një nga emrat e Perëndis të veçantë, nuk e di cili do të ishte për ty, një nga shumë emrat që Zoti ka, nuk e di kush emri i veçantë i Biblës, kush emri i veçantë i Zotit do të ishte ndoshta për ty sot. Bibla në fakt na zbulon, na thot dhe na mëson shumë emra të bukur që Perëndia ka. Ai është bariu i mirë për shembull, është një nga emrat e Zotit. Ai është shpëtimtari, është një nga emrat e Zotit. Ai është shkembi ynë, është një nga emrat e Zotit. Ai është Jehova Ire, që do të thotë Perëndia që siguron. Ai është në fakt Jehova Shalom, Perëndia që aq më tepër në ditët që jemi duke jetuar, kemi nevojë, që është Perëndia i paqes. Dhe çdo emër i Perëndis në fakt na zbulon një anë edhe të karakterit që Zoti e ka. Çdo emër na ndihmon në fakt që të njohim më mirë, më thellë Perëndin dhe na çon në nivele tjera për të adhuruar atë. Dhe duke menduar për këtë se kush do të ishte në fakt një nga emrat që unë për vete do të thosha që më ka pëlqyer dhe me ka prekur disi personalisht që dua ta ndaj sot, në fakt është një emër tjetër. Sepse sa më shumë vitet kalojnë, sa më shumë që zemra jon ecë me Zotin, ndalet, mendon, i kujton atë gjëra çfarë Zoti i ka bërë në jetën tonë, ne aq më shumë mahnitemi me atë çfarë Zoti bën. Dhe në këto mendimet e emrave të Zotit, unë
përfundova në Psalmi 65, vargu 2. Psalmi 65, vargu 2, në një verzion, thuhet kështu: O ti që dëgjon, është një presje aty, dhe përmbush lutjet, te ti do të vijë çdo njeri. Sa i mirë, sa i bukur, por dhe sa i fuqishëm është ky varg. Ti që dëgjon lutjet, në rast se në këtë moment unë do ta jepja këtë mikrofon juve të gjithëve, jam i sigurt që nuk do të kishte nevojë për mentorin këtu apo për Altinin. Jam i sigurt që kjo shërbes dhe shërbesa radhës dhe shërbesa e shërbesave të radhës do të mbushën në këtë vend duke dëshmuar gjëra çfarë Zoti ka bërë në jetën tuaj. Dhe në fakt, ky psalm na tregon edhe një herë që një nga emrat e Zotit është që Zoti i dëgjon dhe i përgjigjet lutjeve. Dhe kur ne lexojmë këtë psalm, duhet të kemi pak parasysh në fakt kontekstin e psalmistit, sepse pak më vonë do të dëgjojmë që mbreti David, ku ka shkruar atë psalm, na tregon historinë e jetës e tij, se si Perëndia i dëgjoi lutjet e tij. Dhe realisht kjo nuk është vetëm një fjalë e bukur që duhet na ngushëllojë ndoshta në këtë ditë që po jetojmë. Nuk është një fjalë thjesht e mirë për mua, për kishën e tij, por në fakt unë sot jam dëshmitar okular i gjërave të këtij udhëtimi tim për 25 vjet shërbes me Zotin, për të dëshmuar besnikrinë e Zotit në shërbesën, në familjen, edhe është shtrier deri në komunitet. Në fakt është përvoja ime dhe përvoja njerëzve që Perëndia i ka dëgjuar klithmet e takimeve tona të lutjes dhe shumë më tepër se sa ne vetë jemi përgjigjur. Vëllezër dhe motra, ka patur situata në shërbesën tonë ku unë sot mahnitem me atë çfarë Zoti ka bërë. Kur ne i kemi klithur Zotit dhe kur Zoti është përgjigjur, atëherë kur as vetë nuk e kemi kuptuar se nga është duke na ardhur. Në vitin 2014, unë kalova një stin me Perëndin që ishte në momenta jo aq të lehta për arsye shërbestare, sepse së bashku me bashkëshortën Frosinën, ne në vitin 2006, një situatë jo aq të lehtë në atë kohë të shërbesës tonë, drejtuesja e asaj kohe me plot nderim dhe vlerësim vendosi për të larguar nga Shqipëria. Dhe në 2006, në fakt e morëm një barë, një përgjësi realisht shumë të rëndë. Ndoshta më të rëndë se sa mundet në atë momente që e vetë e kishim kuptuar. Dhe unë jam gjithmonë natyra që kur marr një përgjësi, me pëlqen gjithmonë që t'jem paktën të mundohem. Nuk jam gjithmonë më i miri, po mundohem për të bërë më të mirën. Dua të bëj gjërat. Nuk më pëlqen vetëm mira dhe shumë mira. Dua të bëj gjëra shkëlqyeshëm. E dini, unë jam personi dhe që ndonjëherë kërkoj edhe llogari paktën atij stafit ton që kemi aty, është që më pëlqen që të bëj gjëra të mirë për Zotin. Mua nuk më pëlqen që të marrim idenë e kishës për të bërë gjërat, në thonjza, si për kishën. Unë kam dëshirë që kur shkoj të dielën kish, që skuadra jonë e vullnetarëve ti ketë sistemu karriket. Jo sepse duhet të jetë vetëm bukur, po ndua që ata vizitor, kur të vinë, që në fakt janë duke kërkuar diçka tjetër, janë duke kërkuar një model tjetër, janë duke kërkuar një shpresë tjetër, janë duke kërkuar një model në këtë shoqëri, dua që të jenë mirë.
Unë dua që kur dyshemea të pastrohet, unë dua që t'jetë e pastër, jo si për kishën, dua t'jetë si për mbretin. Unë kërkoj llogari për ju që keni ardhur ndonjëherë në CFN, me sa duket i shoh vetëm 1-2 persona që kanë qenë tek ne. Jam personi shumë detajist. E falenderoj Zotin që stafi im është shumë dashamirës me mua. Ata janë të mrekullueshëm. I shërbejnë Zotit me gjithë zemër dhe realisht ne jemi një skuadër shumë e mirë, por në këtë natyrë time që e kam, duke dashur për të bërë gjithmonë më të mirën, nga 2006 deri në 2014, vëllezër dhe motra, unë isha afërsisht i programuar në mendimet e mia. Ngrihesha në mëngjes, e lexoja Biblën sepse kisha për dhënë mësim te shkolla e Biblës. Jo që e lexoja sepse doja që kisha dëshirë ta lexoja. E përgatitja për dikimin sepse dija që të dielën kam për dalë përpara kishe dhe më duhet pastori tjetër i përgatitur për të thënë diçka. Kështu që jeta ime është e natyrshme, disi u bë e programuar, u bë si rutinë. Ngrihen në mëngjes, pije kafen, lexo pak Biblën, shkon në shkollë, çoje djalin ose fëmijën, hajde në shtëpi dhe një ditë me kapi Zotin në 2014. Dhe ai moment ka qenë në momenti që do ta mbaj mend pas shpëtimit tim, sepse aty Perëndia ma tërhoqi vëmendjen, tha mentor ndalo. Isha duke në atë kohë nuk e kisha një laptop si ky, kisha një kompjuter nga ato të mëdhenjt, dhe isha duke ndezur kompjuterin tim, dhe në atë vend Zoti më thot, mentor ndalo. Por nuk ndalon vetëm kaq, më thot, nuk më intereson shërbesa jote. Hej, u vrava, u lëndova, sepse ai më tha, nuk më intereson shërbesa jote. Hej, unë ju ktheva Zotit. E thash, jo, e ke gabim. Nuk është e imja. Është jotja, jam duke bërë për ty. Ai sërisht më kthye prapë për herë të dytë, më tha, jo, mentor, mua nuk më intereson shërbesa jote. Po pastaj ndaloj pak edhe më tha, mua më intereson ti. E kuptova mesazhin. Mesazhi im ishte që në fakt realisht kisha përfunduar një pikë ku po i bëja gjërat për Zotin, po i bëja gjërat pa Zotin. Dhe kjo është një ndryshim shumë i madh. E mora një leksion, ishte përjetim i jashtëzakonshëm, dhe nga ai përjetim, nga ai gjë që e përjetova me Zotin, ajo që ka ndodhur në Pogradec është sot e ndërtuar dhe është vizuale. Ai është momenti ku në fakt Perëndia na dha atë vizion për të ndërtuar atë objekt që me sa duket, e thonë të tjerët, jo unë si drejtues i CFN-s, mundet që tjetë një nga qendrat më të mëdha të Krishterë në Ballkan, dhe që është një bekim, siç pastor Altini tha, është një bekim jo vetëm për CFN-n, për zonën e Juglindjes, po besoj është edhe një aset dhe një bekim kombëtar. Dhe kështu që ku ndaloj të ky vargu i Psalmit 65:2 për të kujtuar përgjigjet që Zoti i ka bërë lutjeve të mia, unë ndalem ndonjëherë dhe manitem, edhe them, wow, Zot, sa gjëra të mëdha ke bërë ti. Sepse në momentin që ne kishim këtë gjë, ne kishim vetëm diçka. Ne nuk kishim asnjë mbështetje financiare, ne nuk kishim asnjë organizatë të madhe mbrapa nesh, ne nuk kishim asnjë lloj llogarie bankare të mbushur me ato që duhet jetë mbushur, por ne kishim vetëm diçka. Ne kishim premtimin e Zotit mbi të cilën ne shkelem. Dhe ne morëm një vendim për të ndërtuar atë qendër. Dhe në këto që nga 2015 ku kemi filluar për të ndërtuar, edhe deri më sot, 11 vjet rresht, unë ndaloj dhe ky emër i Zotit i këtij Psalmi 65:2, që Zoti është ai që i dëgjon lutjet, mua më manit, sepse mrekullitë e Zotit janë të shumta. Zoti ka bërë gjëra të jashtëzakonshme. E mbaj mend kur vjen një nga arkitektët tanë edhe më thot, mentor, kemi harruar për të përllogaritur shtrimin e linjes të tensionit trafazor. Në Pogradec ne jemi pak në periferitë e Pogradecit dhe nuk jemi në qendër. Kur ne kemi shkuar atje është vendi i pazhvilluar
Dhe normalisht, unë vi edhe nga një kulturë tjetër, se ju dëgjuat pak, unë jam rrit në Gjermani. Në Gjermani funksionojnë disa gjëra ndryshe, se sa në Shqipërinë tonë dashur të bekuar, dhe kur ai më thotë këtë gjë, mungon tensioni i linjës të trefazorit, ndërsa objekti ynë është mbi 65% që funksionon me trefazor. Unë i kthehem atij arkitektit, ishte gjerman, i thash po ti po më thua kemi harruar gjë të vogël, po kjo nuk është një gjë e vogël. Kjo është një gjë e madhe. Sidoqoftë histori shumë e gjatë, po mundom ta shkurtoj dhe po mundom për qenë pak modest se e di që jam edhe diku duke më ndjekur njerëzit online. Shkoj tek zyrat e OSHE-s dhe i them që jemi CFN-ja, jemi duke investuar një projekt me miliona dhe përgjigjja e tyre ishte duhet ta shtroni linjën vet. Tani unë vi nga një vend tjetër, unë vi nga një qytet ku në rast se shkon për të bërë një investim deri diku deri në 500.000 euro, shteti vet vjen te troket dhe thot faleminderit që erdhe në zonën time, çfarë mund të bëj për ty? Mund ta shtrojmë kanalizimin, mund ta shtrojmë rrugën, do ta sjellim ulsjellsin, do ta sjellim trefazorin, do të bëj gjitha. Tani ata më thonë mua që do ta shtrojni këtë gjë vet. Dhe i them, "Ok, po si funksionon kjo gjë?" Po ne tha ja vgjejmë kompaninë dhe ju tha do të bëni investimin. Kuptohet? Ashtu ndodhi siç ndodhi, por tani do të them sepse jam në të emri i Zotit që Zoti dëgjon lutjet. Këtë bisedë ne kishim vetëm 5 ditë që ishim duke zhvilluar, vetëm unë dhe Frosina, dhe dinte vetëm arkitekti ynë këtë defekt që në fakt po e gëzonim si përqesh nga ai. Ne nuk kishim folur mas njëri, por në ato 5 ditë ishin 5 ditë shumë të vështira, sepse pas 12 diteve ishte caktuar dita e inaugurimit të ndërtesës, që do të thotë unë kisha ftuar ambasador, qeverisjen lokale, miq, donator, pastor, i student, të gjithë. Ftesa ishte dërguar në atë vend. Dhe tani ti fton njerëzit dhe s'ka drita. Imagjinoni sikur tani ti jam unë këtu para jush, mirë është akoma dritë jashtë, mund të më shifni. Por ne nuk kishim folur me asnjë njeri. Dhe me telefonin dikush, edhe më thot, flas me Zotin Rama, thash po unë jam mentori. A ishte një besimtar, edhe tha, Zoti më shfaqë mbrëm natës, në një moment ku Frosina ishte duke u lutur, që me vonë e pyetëm në cilën orë ishte, dhe më ka thënë, tha unë nuk ju njoh, ishte nga jashtë, nga Gjermania, kryesisht miqtë e mia nga Gjermania, ndoshta edhe për shkak të atij vendi që jam, për shkak që jam rrit, e kam krijuar miqësinë atë vend. Tha dhe e kisha përshtypjen që keni një problem me elektrikun. Tha se Zoti më tha për t'ju telefonuar se me çfarë mund t'ju ndihmoj. Dhe unë ndalova, i thash, faleminderit që morët, por realisht ne kemi një problem me linjën e korrentit, jemi duke ndërtuar. Sidoqoftë, më tha sa kushton, e investoj gjithë linjen, e bekuam zonën, shkuam te Kosheja, i paguam ato qindra mijëra euro, e kemi shtruar tensionin ku të vini do ta shikoni vet, ndalon eksakt aty ku është rampa e rojeve tona, aty ndalon pjesa e trefazorit ku është investuar. Dhe unë shkova tek arkitekti dhe i pyeta thash, a ke folur të lutem me ndonjë njeri për çështjen si është problemi? Jo, tha mentor. Me asnjë njeri tha, është ndihem shumë keq dhe realisht ndihesh e keq për atë gjë që kishte bërë. Por i kthehem historisë time sepse kjo është një nga qindra dëshmi të cilët kemi përjetuar në jetën edhe në shërbesën tonë. Dhe kjo ma kujton atë psalm mua sërish edhe një herë tek Davidi që thot, ti o Zot që dëgjon lutjet dhe i përgjigjet. Dhe kur ai e thot këtë psalm, këtë varg, besoj ju i dini se jeni një kishë, një njohës të mirë të fjalës së Zotit. Besoj ju dini që Davidi kishte 2 vajosje. Ishte momenti i parë i vajosjes kur Davidi u vajos si mbret që ishte akoma i vogël fëmijë, por që akoma s'kishte arritur në pjesën e fronit.
Dhe nga vajosja e parë e Davidit, deri në vajosja e dytë, ishin 20 vjetë. Dhe në këto 20 vite të jetës e Davidit që shkruan këtë psalm 652, ne aty lexojmë në jetën e tij shumë gjëra. Në jetën e tij ne dëgjojmë që në fakt ai kishte një armik të madh dhe një nga armiqtë e tij ishte Sauli. Sauli gjithmonë mundoshte, përpiqej për t'ia marrë jetën. Bibla na thotë që e gjojti 2 herë me shigjet dhe nuk arriti, Perëndia e mbrojti. Familja e Davidit u kërcënua. Ai u detyrua madje për shkak të përndekjes, për shkak të frikës, për shkak të presionit të Saulit, u detyrua madje që të largonte veten dhe familjen e tij. Dhe imagjinoni, ai përfundoi tek filistejnët. Dhe a dini kush ishin filistejnët? Filistejnët ishin ata armiqtë e Davidit, ishin ata të cilët ai më përpara, nëse ju kujtohet, ishte historia e Goliatit, që ai kishte luftuar kundër tyre. Dhe kjo periudhë 20 vjeçare, nga momenti i vajosjes, ku ishte caktuar në fakt që duhet ishte, deri në këtë pjesën tjetër, ai ishte gjithmonë në përndjekje, në harati, në pasiguri, në frikë. Por, në gjithë këtë histori, 20 vjeçare, ne shikojmë që Perëndia e kishte ruajtur. Perëndia e kishte dëgjuar lutjet e Davidit. Edhe që jeta nuk ishte e lehtë, edhe që vështirësitë ishin të mëdha, edhe që përndjekja dhe jeta e tij u rrezikua. Në fakt, ne shikojmë që Davidi luteshe dhe Zoti e mbronte. Davidi luteshe dhe Zoti i përgjigjshe. Dhe më në fund, vjen momenti, edhe ti thua, wow, ki parasysh kur të flet Zoti diçka, kur ta jep Zoti një vizion, kur ta jep Zoti një thirrje, edhe ti pret, edhe akoma nuk ndodh asnjë gjë. Por vjen ai momenti, pas 20 viteve, vjen ai momenti, edhe thua, më në fund, Zoti nuk më pas ka harruar. Më në fund, premtimi i Zotit që ishte këtu, më në fund do të bëhem mbret në rastin e Davidit. Zot, faleminderit shumë që më ke ruajtur, që je kujdesur, që më ke mbrojtur. Dhe pastaj thua, Zoti ka qenë i mirë. Por rreziku është krahu tjetër. Rreziku është që në momentet e këtilla të vështirësive të jetës tonë, ne ndonjëherë, po mos themi shpesh herë, janë momente që kapimi tek Zoti, sepse kemi nevojë për ndihmën e Zotit. Dhe rreziku që jemi duke kaluar aktualisht, unë nuk i di për Tiranën, mund të flisni ju më mirë se sa unë, se jetoni 24/7, po më atë që shoh në shoqërinë tonë në Pogradec, më atë që shoh pak më atë kontakte që i kam me njerëz që vinë, hyjnë dhe dalin tek ambientet tona, tek kisha jonë, mua më duket, domethënë që jemi në një shoqëri shumë të shpejtë, kur gjithçka është bërë më shpejt se sa ka qenë. Dhe rreziku i gjërave është që ne i kemi marrë premtimet e Zotit ku kemi qenë dikur atje. Jemi dëshmitar në procesin e gjërave që Zoti ka bën në jetën tonë. Janë realizuar mos të gjitha i pjesë mirë e gjërave në jetën tonë. Sa që thash, po ta jap mikrofonin, do të ngrishet tani ti dhe do të dëshmoje. Dhe rreziku im, që asu nuk jam imun,
me rrezikun ton në këtë botë të shpejt është që ne i harrojmë bekimet e Zotit në jetën tonë. E dini një burr i Zotit tha një herë që djalli nuk e ka strategjinë e tij kryesore që ta largojë njeriu me një herë nga Zoti, por ai tha, por që ta bëj njeriu që t'i harroj veprat e Zotit në jetën e tij. Dhe rreziku është që ne i harrojmë ndonjëherë mirësinë e Zotit në jetën tonë, e harrojmë besnikrinë që ai ka qenë i mirë, e harrojmë ndonjëherë veprat e tij të mrekullueshme, e harrojmë që atëherë kur dyert kanë qenë të mbyllura, Zoti i ka hapur, e harrojmë që ndonjëherë kur jemi lutur për një punë të mirë, Zoti na ka dhënë një punë të mirë, e harrojmë që ndoshta kur jemi lutur për dikë në familje që ka qenë i smur, që Zoti është përgjigjur dhe e ka shëruar. Dhe rreziku është në këtë shoqëri të shpejtë, jo që duam që t'i harrojmë, jo që e bëjmë me qëllim për t'i harruar, jo që i bëjmë se nuk na intereson me Zotin, që mos me keq kuptoni, por i bëjmë si rezultat i ritmit të jetës që jemi duke jetuar aktualisht. Dhe kur ne lexojmë këtë gjë, historinë e Davidit, pas 20 viteve, mirësi, bekim, mbrojtje, siguri, ku Zoti e mbrojtim në tëra të gjëra, unë përfundova një varg, kur në fakt thash, o Zot, kam nevojë që të më ruash, kam nevojë në fakt që ti të kujdesesh, sepse 20 vite bekim, 20 vite ku Davidi e shkruan atë psalm, e i thot, Zot, ti ke dëgjuar lutjet e mia dhe i përgjigjur, edhe te ke dyta e Samuelit, kapitulli 5, vargu 13, është një varg që realisht unë si mentor nuk të doja të isha aty. Unë të doja që në atë moment kur Davidi e përjeton bekimet e Zotit, si mentor do të doja dhe po t'isha autori, do të thosha, hej, ky varg, Zot nuk duhet jetë aty. Do të doja që t'ishe për të thënë që, Zot, mendoj që ke gabuar ty. Do të doja që t'ishe një varg ku do t'a lexoje që pas këtyre 20 viteve, ku Davidi e mbledh bandën muzikore, do të doja unë si mentor, do të mbledhte bandën muzikore, do shpërndante flyer në gjithë Tiranën, e do të thoshte, sante do të ketë një adhurim të madh për Zotin, sepse duam të festojmë për Zotin, duam të lartësojmë Zotin, sepse ai ka qenë i mirë, ai ka bërë vepra të mëdha, ai është kujdesur për 20 vite për ne. Nuk do të doja që këtë varg ta lexoja me ju. Nuk do të doja fare as që të dishte në librin që unë i dua kaq shumë që është Bibla. Por ja që në e dyta Samueli kapitulli 5:13 na thuhet diçka që unë i them, Zot, më ruaj. Dhe kur unë do të kisha pritur një banket kaq të madh falënderimi, aty thuhet, Davidi mblodhi, bërë një festë të madhe, dhe thot, mori konkubina dhe gratë e tjera nga Jeruzalemi, pasi erdhi nga Hebroni, dhe Davidi lindi akoma me shumë bi dhe bija. E kur në lexova këtë, i thash, Zot, nuk do të doja të ishe kështu. A mës ndoshta është gabim? A mës ndoshta është diçka që nuk ka funksionuar mirë mes teje dhe frymës së shenjtë në këtë varg aty? Sepse me dhimbje të zemra, sepse në fakt shumë njerëz, sot edhe unë, është rreziku që mund të qëndrojmë afër Zotit, ku jemi në vështirësi, por largohemi kur jemi në bekim, vëllezër dhe motra. Në krizën lutemi më shumë dhe në suksese lutemi më pak. Në nevojë kërkojmë Zotin dhe në bollek e harrojmë Zotin. Në mungesë ndoshta jemi të përulur dhe në arritje dhe në bekimet bëhemi krenar. Dhe kjo në fakt është një nga provat më të mëdha të zemrës së njerëzit. Jo vetëm si sillemi kur na mungon diçka,
por në fakt si sillemi kur Zoti na ka dhënë gjithçka, ose të paktën ato që i kemi kërkuar. Se mbreti David e dinte udhëzimet e tij. Mbreti David e dinte se çfarë thuheshin në fakt tek ligji për të rirë 17. Ai ishte një njohës shumë më i mirë se sa ne sot i fjalës së Perëndis. Mbreti David e dinte që tek ligji për të rirë 17 aty thuhet që i ndaloheshe me ligj mbretërve që të martoheshin me gra. Ai e dinte shumë mirë që ndaloheshe që do të grumbullonin për vete arë dhe argjend. Ai e dinte shumë mirë ligjin. Po pavarësisht që e dinte ligjin, ai nuk e zbatoi atë. Dhe duke qenë si jam afër fundit, edhe ne gjithashtu jemi sot të rrezikuar. Unë i di që ju këtu në Tiranë jeni shumë të bekuar me punën që i keni. Lavdi Perëndis që ky qytet, edhe që ndoshta është s'dua të them gjithçka, po shumë çka e centralizuar në këtë vend dhe ne të rretheve na sfidon ndonjëherë, por është një vend i bekuar. Zoti ju ka bekuar me punëra, me kompani, me biznese, në çdo aspekt të jetës. Dhe duke menduar për besimtarët tanë që vinë nga rrethet, ku janë lutur Zotit për një punë, dhe Zoti javë ka dhënë atë punë, janë lutur Zotit për një derë për të hapur dhe Zoti e ka hapur atë derë. Në historinë tonë, kjo na tregon të kishës tonë ndonjëherë që angazhimi ynë i tepërt mundet që të kthehet si një pengesë për zemrën tonë. Vëllezër dhe motra, me besoni dhe me kuptoni si që jam duke thënë nga zemra, Biblat e fjalët e urta e urren për ta cinë. Ne duhet që të punojmë. Ne jemi thirrur që të punojmë. Që në kopshin e Edenit njeriu ishte thirrur që ta ruante dhe ta punonte atë. Por ne duhet kemi kujdes. Ne duhet kemi kujdes sepse angazhimi ynë i tepërt mundet që të na ftojë marrëdhënien tonë me Zotin. Dhe afër fundit, për ta mbyllur këtë psalm, kjo është pjesa ku edhe i vetë Jezusi na thot tek Luka 14. Tek Luka 14 nga 16 deri në 20, ne aty e kemi një histori. Kemi një histori të një njeriu që përgatiti një darkë të madhe dhe Bibla thot që ai ftoi shumë njerëz. Dhe në orën e darkës, ai në fakt shtroi një banket, një sofër të madhe dhe ftoi. Dhe i tha, ejani sepse gjithçka tashmë është gati. Ejani se gjithçka është gati. Por të gjithë njerëzit filluan që të kërkojnë ndjes me ato mesazhe të shkurtra. Dhe Bibla në thot, në fakt 3 shembuj. Njëri prej tyre ishte, aty e lexojmë, thot, bleva një arë dhe më duhet të shkoj dhe ta shoh dhe ta punoj. Një tjetër që mori ftesën tha, me fal, e bleva një zgjedh qesh dhe më duhet të shkoj që t'i provoj, të lutem me fal, nuk vi Zot. Dhe një tjetër tha, u martova, prandaj nuk mund të vi. Në të 3 rastet, Zoti ja bën një ftesë, dhe të 3 rastet është përgjigje që ata ishin të zënë. Dikush ishte i zënë që ndoshta ishte martuar, dikush ishte i zënë që kishte bler dhe është bekim dhe është mirë që të bleni, Pastor Altini, ku të vi pas 2-3 viteve, please, dikon në qendër ose në përveri të Tiranës, një ndërtesë, që Zoti do t'ju bekoj, sepse keni një emër më shumë se sa jeni ju. Nuk di akoma, a i dini çfarë emrin bani dhe çfarë mandati, po besoj që e keni studiuar vetë, Zoti ju ka thirrur me një dikim të madh për këtë vend, për këtë Tiranë, dhe jo vetëm, kështu që ju duhet hapësirë, ju duhet më shumë. Dhe kam njerëz që kanë qenë afër meje për shumë vite,
kur jemi lutur për punrat e tyre, jemi lutur për jetën e tyre, dhe tani vinë e thonë, pastor, kam punë, nuk mund të vinë e kish. Kam një aktivitet me familjen, që është shumë rëndësishme të kalosh kohë me familjen. Madje shumë kohë, se koha ikën shpejt. Për ju që keni një fëmijë, investoni sa më shumë kohë tek ata. Por ka dhe të tjerë që thonë jam shumë i zen me shoqërinë, me karrierën, dhe kthehem te Zoti dikur kur ndoshta do të ma bëj Zoti mbar. Po them me fjalë popullore. Dhe historia e Davidit i këtij 20 vjeçari mua ma kujton që ka shumë dëshmi në jetën e një shërbëtori, të njeriu që Bibla quan një njeri sipas zemrës së tij, dhe vjen një moment kur në vend që të kishte fest, në vend që të kishte lavdrim, në vend që të kishte adhurim dhe nderim për Zotin, ai harron të mirat që Zoti ka bërë. Dhe në zemrën time ishte për këtë shërbes, në fund për ta mbyllur, që do të ngrihemi 2 minuta në kamp, edhe në zemrën time ishte për të ja kujtuar Zotit, ti, për të thënë faleminderit, ato bekime që ti e di më mirë se sa unë. Ti e di sa shumë ka beku Zoti. Ti e di sa herë je lutur dhe Zoti të është përgjigj. Dhe në rast se i ke harruar ndonjë, ndoshta kjo shërbes, ky Psalm 65:2, mundet edhe një herë ta kujtoj, ti o Zot, që i ke dëgju lutjet e mia dhe me i përgjigjur. Thuaj Zotit tani aty ku je. Kujtoja Zotit me fjalët e tua të thjeshta, në heshtjen tënde, por vetëm pa falemnderu Zotin mos rri. Kujtoja Zotit bekimin që ai ti ka dhënë. Dhe o Perëndi, ndërsa unë si mentor sot jam këtu, u atë në emër të Jezusit, unë dua të falemnderoj. Të falemnderoj që ti ke qenë i mirë me mua. Falemnderit Zot Perëndi që edhe atëherë kur ndoshta psalmisti thot në luginën e hijes së vdekjes, edhe atëherë ti ishe me mua. Falemnderit Perëndi që më ke bekuar me një familje. Falemnderit që më ke bekuar me një shërbes. Falemnderit që e ke bekuar qytetin tim. Falemnderit që e ke bekuar shërbesën time. Falemnderit që e ke bekuar vëllezërit dhe motrat e mi që janë këtu në këtë vend. Falemnderit që ti ke mbajtur. Falemnderit që ti ke qenë i mirë me ata. Zot, ne nuk duam që ti harrojmë bekimet e tua, mirësinë tënde, shpëtimin që na i ke dhënë. O Jezus, sa i mirë ke qenë dhe je dhe do të mbetesh me ne. Ti ke bërë gjëra të mëdha për mua. Ti ke bërë gjëra të mëdha për këtë vend. Edhe Jezus, ne të lartësojmë dhe të adhurojmë tani ty, sepse ti meriton.